temën të cilën na do të flasim me lejnë Allah të zgjatur shumë, si t'ja dim vlerën adhurimeve, që kjo është e rëndësishme. Na namazin po, dhikrin po, leximin e Kuranit po, agjerimin po, haxhin, zakatin, tasenin, po qysh mi a dit vlerën adhurimeve? Ulemat e kanë cek vetëm një gjë. Ma ajmal el hadith anil a'mal salih. Nuk ka sen më të mirë, më të bukur se sa me fol për veprat e mira, për ibadet adhurim. Me fol për ibadet adhurim, s'ka sen më të mirë për ta, dhe me merr shumë kohë. Wallahi ka dietarë që kanë shkruar libra për ibadet adhurime. Po sendi më kryesor që e kanë cek ulemat, mja dit vlerën, që në sendin më të vogël e kanë filluar. Mja dit vlerën adhurimeve, ka thonë el-muqaddimat, dhe më thonë prezantimi i adhurimeve. Sendi i parë që dojna na me ja dit vlerën adhurimeve, sendin e pa shumë që thjesht e kanë përmendur ulemat. Gjithmonë dija vlerën prezantimit të adhurimeve. Çka kuptojmë me këtë fjalën prezantimit të adhurimeve? Dhe më thonë, para se me bo adhurimin të, këshir prezantimin e këtij adhurimi çysh është. Edhe ti kemi a dit vlerën adhurimit me lejnë Allah. Pa e zgjatur shumë, gjën e parë që kanë cek ulemat për me a dit vlerën adhurimeve si prezantim, ka thonë la ajra min ghairi amal. Nuk ka shpërblim vetëm se me vepër. Subhanallah. Nëse dam ja dit vlerën adhurimeve, kujtoj e këto. Nuk kish problem vetëm se me vepër. Nuk kish problem vetëm se me vepër. Mundet me thonë ai kush, po që te botu nuk kish problem se me vepër. Dhikri. Kjo nuk është kuptim? Dhikri është vepër. Belon ka hadithet veçanta që ku është pyet Pejgamberi, cili është ibadeti më i mirë, ka thonë dhikri. Edhe dhikri është vepër. Cila vepër? Vepër e kujna është? Është vepër e zemrës. E tawakkul, mbështetja, është vepër e zemrës. Rrugju kthimit tek Allah, shpresë, është vepër e zemrës. Është vepër edhe dhikri. Domethënë dije që nuk ka shpërblim vetëm se me vepër. El-ujur la ta'ti bi kasali. Kasali. Shpërblimet nuk vinë me përtaci. Kjo është një ditë vlerë në vllaznin veprave, adhurimeve. Pa mundu nuk ka shpërblim. Pa marrë abdes, me ujë ftat, me ujë nxehtë, pa u çupi gjumi, është shumë vështirë. Pa dalë namaz në yatsin, sabat, çuj dal në mosh shpërblimin e kallnat. Kanë prezantimin, fillim se në të vogla, vetëm në vend e kanë sekulemar. Një ditë vlerën, prezantimit adhurim. Baja çush me kuptu këta mani prezantimit. Çtash njëre ka, nuk është një standard, është për tham çështë. E ka njëri detyrë, apo pse nuk lejohet kjo? Është për atë për me kuptu çush po patoja prezantim, për me kuptu. Edhe te i thu, o Zotit ashtu jetë. Amo tem edhe më mirë po dana, vërtet, edhe më mirë. Ja pa një dhuratë, e ndrejqa, ja pa tu, qepi bine e ki, Zotit ashtu jetë. Çka ki bote? Ki prezantu. E që kjo që po du me thonë, dhe po du në me do një te. Nëse dam mja dit vlerën adhurimeve, me dit prezantimit, qysh mja bo adhurimeve, me ishu adhurimit, mja dit vlerën prezantimit, që mja dit vlerën edhe këjna, edhe adhurimeve. La ta'ti bil ajzi. Adhurimet, shpërblimet, nuk vinë me duke qenë ti paft. Allah s'po mojnë me dojë për jatë si jone, nuk mojnë e kështë. Allah në ka ra sa dy jarë më enë shumë, edhe këto, edhe kështë, edhe ne, edhe këni, nuk mojnë e. El ajz, pa aft, dhja prezentimin kojna adhurimeve, mundohë, nuk kur gjo nuk është. Se mundohë një mrena një diti për diçkaj, për Allah, javën tjetër ki të lirë, muin tjetër ki të lirë, vitin tjetër ki të lirë. Mundohë për me arrit dhe më thonë tek adhurimet. Mirë, Allah zë gjithë shka thëtë, tilkel gjennetu leti uristumuha bima kuntum ta'melun. Thëtë ky është gjennetin të cilën thëtë ju e keni trashigu. A trashigu të gjennetja? Uristumuha
Ju e keni trashëguar, thotë, ky është xheneti që ju e keni trashëguar. Trashëgohet xheneti me çka? Në vepra. Me ia ditë vlerën këto kujna adhurimeve. Bima kuntum ta'malun, që kjo që e kupton çu është trashëgan xheneti. Bima kuntum ta'malun, në ato që ju keni punu, keni vepruar. E çka vepran njëri, çka vepran? Puna vetëm adhurimet. Sandi dy. Me ia ditë vlerën adhurimeve se prezanton është ينبغي أن تكون هذه الأعمال مستوفية للشروط. është e domosdoshme që adhurimet me qenë plotësuar, përmbushura me kushte. Kush për juve me cek me boni ibadet adhurim? Cilat kushte janë? A mund të me cek në i kush? Po njetë, qka hinë mëra në njetë? Mashallah, ikhlasi. Tjetër, suneti për amin, sallallahu, mashallah. Edhe një është që asone këton, ashtë ta më kishku men, pa asone vetë se këmë di. Po të ndëgju e le matë e kemi mësu. Subhanallah. 3 sende hinë, dhe më thonë, në adhurim. E para është, min tahkik il ikhlas, subhanahu wa ta'ala. Me përmbush sinceritetin në adhurim. Që kjo është edhe njeti. Njeti hinë sinceriteti. Dhe më thonë, me qenë e sinqert për Allahun azza wa jall. Kjo është kushti i parë për adhurim. Kushti i dytë min mutaba'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, me pasu sunetin e pejgamberit, me bësi suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta që kanë thënë ulemat, min wujud al-asl, me qenë origjina në këtë vepër. Cila është kjo? La budda minhu, e cila është patjetër do të me qenë kjo origjinë. Huwa al-iman, me qenë imani. Pse e kanë thonë kushti i tretë? Labuda al-iman fil a'mal as-saliha. Patjetër do të me qenë në vepra të mira edhe imani. La tanfa' al-insan ma'a ikhtilali al-iman. Nuk pranohet vepra tek njeriu në qoftë se ka prishje të imanit. Dhe kjo është vepra, na thonë adhurimi i tretë, dhe adhurimi që ka kushtin e tretë është edhe kusht me qenë edhe imani. Por me kuptu vëllazin këto ma mirë pse kanë shti ulemat, na thonë e para me qenë me vepra, më kanë e plotësuar me kushte, e sinqert për Allahun, sipas sunetit edhe me pat iman. Që tretën apo dojna me kuptu? Qysh me pat iman? Çfarë keni me kuptu? Mundet njeriu me i besu Allah, apo mundet me i besu ditës kiametit, apo mundet me i besu melekeve, librave, po si besan kaderit, a ju pranohet vepra e tij? Jo. Mundet me i besu pejgamberëve, librave, kaderit, ditës gjykimit. Po në iman i ban shirk Allahut, adhuron dokun tjetër pas Allahut. A i pranohet vepra, adhurimet? A për këptani pëse pas kanë shti ulemat edhe imanin? Pa tjetër edhe imanin do të me qenë i përmbushur në ato që na e dini. Besimin në Allahun, besimin e melekët e tij, në librat e tij, pejgamberët e tij, ditën e fundit të kiametit, kaderi i mirë apo i keq, këtë këta mi besu, qysh i kanë besu të partë tonë. Njëri prej tyre, po shami s'mi besu Kur'an, s'mi besu asnjë profeti. Veç pejgamberit tonë, nuk pranohet. Apo këtë profetë i besan, pejgamberit tonë, nuk pranohet vepra, pa tjetër të kushtet du të me qenë në adhurim. Allah azza jalla thot në Kur'an: "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Dhe kush mohan për imanit diçka, vetëm se u kanë prish veprat e tij. Në qoftë se ka këtu hen këtë ajet hen edhe shirku. Allah na ruaj konja që falin namazin, agjerimin, haxhin, ta këtë i bojnë, mirë po kur i shan tek musliman, domethënë e ka bindjen, e ka domethënë atë lidhjen me diçka, të krijesa, të vorë apo diçka, Allah na ruaj nuk e pranohet asnjë ibadet, as nuk quhet për një ibadet, edhe pse ai i kryen ibadetet. Nga se ajeti Kur'anor. Wa ma yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Dhe kush mohan diçka për imanit, e prish imanin, besimin, atij ju kanë prish gjitha veprat. Wa fil akhirati min al khasirin. Nëse në akhirat është për atyve çka të humbur, Allah na ruaj. Gjëja tretë për me ditë vlerën adhurimeve, si prezantim është el insanu el mu'min yatanafis
fi taati Allahi azza wa jall. Insani besimtari, njeriu besimtar do të mushty me ngaru në adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Pse do të ngaru? Kur ti e vren që ka dalë, po doj ka me bo adhurimin, me qenë i pari, me ngaru. Kjo si prezentim, gjithmonë kemi ardit vlerën kojna adhurimeve të Allahut. Pse? Li anna Allah Ta'ala huwa alladhi da'a ila tanafisi. Është Allahu i cili na ka thirrë neve në adhurim mushty. Vetë Allahu po na bën prezantimin e adhurimeve. Po thot, ai po na thirr, na thon që na më kon gjithmonë pak. Thot Allahu azza jalla, ka shumë ajete për ta, është një ajë kemi cek. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ngotno shpetani, jeni të parë tek falja Allahut, tek Zoti juaj, nga se xheneti është sogjersia e këtij qiellit dhe tokës, uiddat lil muttaqin, dhe ky xhenet është përgatitur për të devotshmit. Ta'ammal hal as-sahaba, medito tek gjendja e sahabeve. Yajidu annahum kanu ahris nas ala darajatin al-amal. I gjan sahabët që i kanë rujt shumë, më shumë të për njerëzve kanë qenë sahabët që i kanë rujt drejtën më të lartë të veprave. Jo veprave shaq ashtu. Drejtën më të lartë të veprave që se arrin njeriu, ata e kanë arrit. Qysh muj me vrej këta? Falihadha kanë yasaluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma hiya afdalul a'mal. Për këto e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët, kanë thonë cila është vepra më e mirë. Prandaj, shkurt, cila është adhurimi më i mirë, ibadeti më i mirë. Subhanallah. Kanë ditë me prezantu adhurimin. Pse? Nga se po doj me ditë vlerën e adhurimit. Ku i ka shku menje sahabët, çfarë pyetje? E kanë pyet profetin cila është adhurimi më i mirë. Dojnë me arrit një adhurim që se kanë arrit kërkush njerëzit. Subhanallah. Pastaj u vëllezër, ka po për tëve, annahum kanu yatahassaruna ala fawati al-ujur wal a'mal as-salihat. Ka qenë për tëve kur nuk kanë mujt me arrit një vepër në shpërblim, do të thonë në adhurim, shpërblimi që është më i madh, i ka shku shpërblimi i tij adhurimit, kanë vajtu për çat adhurim të mirë, për çato vepra të mira, kanë vajtu vëllazërin, subhanallah. Ja kanë ditë vlerën e adhurimeve. E çka thonë ulemat kur e kanë pas sahabët thotë, wa hadhihi min alamati sidq ma Allah. Dhe kjo është për shenjave ti që je i sinqert me Zotin tënd. Por e shen, po tik namazi, po tik ligjërata, po tik dhikri, leximi i Kuranit, ka i që kanë kaj sahabët. Dhe kjo është, na më thonë, sinqeriteti jo që e ki te me kon në Allahun azza wa jall. E katërta ju vëllezër, mja dit vlerën adhurime si prezantim dhe aton është min rahmetillahi subhanahu wa ta'ala li hadhihi al-umma an al-hasanata mudha'afat kabira. Prej rahmetit Allahut azza wa jall për ummetin e profetit sallallahu alaihi wasallam është që veprat të mira dyfishohen, edhe dyfishohen shumë belon. Vesh me meditojnë pa. Po folmi qysh mi di vlerën adhurimeve. E mi di vlerën adhurimet, pari në sen ka thonë ulemat do të me shti prezantimin. E na imi të një prezantimi pari, 2, 3, kemi arritë i 4. E i 4 i shka po thëtë për mshirës të Allah, për rahmeti ti. Në më thonë është që veprat dyfishohen. Para me ndaj, subhanallah. Walikum salam. Para me ndaj, subhanallah. Ti je në gjami. Apo ti të nëzani për ti në shpet. Edhe vetëm meditan të subhanallah. Me falin namazin, po dyfishoj kanë veprat. Morë që këta falin namazin dyfishoj. Me shkun ligjerin, dyfishojnë veprat, shpërblimi, dyfishojnë. Qka jone? Allah për mshirës ti në umet e kalam. Çdo adhurim që na e bojmë dyfishohet dhe e shohim inshallah sot do fishohet me lejen e Zotit. Wa fil muqabil tajidu sayyi'at la tuda'af. Përballë sajna të adhurimit, punë tek këqija nuk dyfishohet. A nuk është kjo mshirë, a nuk është kjo që me ngrenë në tonë i bëj adhurim për onë. E bani të keqë nuk dyfishohet, një e ki.
A më e ban një fëmijë një adhurim 10 deri 700 fish që shkon e lexojmë inshallah. Subhanallah. Dhe kjo që ja di vlerën e adhurimeve. Gjëja e pestë, mja di vlerën e adhurimeve si prezantim është edhe kjo. Lau annahu tara alayhi amru qahri fasarafa an at-ta'a wa kana min ahli at-ta'a fa innahu ajruhu la yudhi'u. Në qoftë se me mendjen tënde ka të shku mendja por me bu një vepër, një adhurim dhe ti se ki bu atë adhurim, ka ra diçka dhe ti nuk i mujt me kryt atë adhurim, edhe pse ti ki qenë prej atyre njerëzve që gjithmonë e ki bu që atë adhurim, gjithmonë ki lexu Kur'an, gjithmonë i ki fal 5 kohë namaz, gjithmonë ki bu dhikr, gjithmonë i ki njeh me xhelisën, po qadar Allah i smut apo ashtu udhtu. Fa innahu ajruhu la yudhi'u. Edhe pse ai nuk ka marrë prezantim, veç ka mendu që ashtu, ka thonë, ai çka i në xhamiun, po i ka ra diçka apo s'un po shka, shpërblimi i tij nuk hu. E ka shpërblimin sukur ka marrë pjesë, sukur ka fal namaz, sukur sukur shkoj kështu në radhë. Në qoftë se ke qenë min ahli ta'a, dhe atyre që gjithmonë e ki bëni vepër të njëjtë. Subhanallah. A nuk është kjo që më ja ditë vlerën adhurimeve para mundaj? Veç me shku mendje me thonë, duhet me shku në dillën kam digjarat. Po që ka der Allah rove i smu, ka der Allah ki më uftu, edhe pse ti s'ke qenë me gjles, shkruhet shpërblimi sukur me qenë me gjles. Dhe kjo është një ditë vlerën adhurimeve që na shkrim neve. E gjashta ju vëllezër, el ujur el insan ala qadri ta'b. Shpërblimet e njeriut janë si mbas pozitës lodhjes tij. Kjo është mja ditë vlerën adhurimeve. Da më thonë, qysh mënohesh, kime pot edhe shpërblimin. Ku e kemi argument? Aisha ka qenë në haqë, dhe gjanë mirë është meselë. Aisha radiallahu anha ka qenë në haqë. Edhe njerëzit ja kanë fillu me shka, ja kanë fillu me umre tani haqë. Janë rregullat e haqët, janë 3 lloj haqët. Tamattu, el-qiran, po el-qiran edhe vetë el-infrad, mundu kështu, nuk e di as gjuna. Do 3 lloj domethënë haxhi janë. Aisha i ka pa njerëzit që ata po fillojnë me umre, pastaj me haxh. Edhe aja ka desh me bëj kështu. Po qadar Allah i ka marrë ditët e sajna. Ka shpërë oj dërgumi Allah, u mërzi. Që ka thonë? Aisha, që ka thonë? Oj dërgumi Allah, ka thonë njerëzit, po shtyjen, dhe më thonë e ka për qëllim që është farë vepre. Ka thonë po bojnë umre, pe marrë shpërblimin e umres, po vazhdojnë tani me haxh. A vetë shpërblim? Edhe unë po kam qef që është. Pse? Se kur i ka ardhur Aishës, pe Amerika thonë kritë senet baje. Men ato është ta afi ka thonë mësë jafra. E Aisha ka desht edhe të njëjtën gjë me vepru me marrë shpërblim ma shumë. Edhe pe Amerika ka liju, ka thonë shka në vendin të Naim, baje njetin dhe hajde filla me umre tani me haxh. Qëtu pe Amerika shke ka thonë? Walakinnaha ala qadri nafaqatike au nasabake. Ka thonë Aishës, nëse ti da më bu si ata, me marrë të shpërblim ma shumë, atëre du të mulodha ja Aisha. Që ka thonë Aisha? Pe Amera, po tu ti mulodh mua? Jo, unë po fillaj qëto, mine erë me omre, po shkajnë hatë. Po ka me unë të të mullohë, ka thonë Aisha, po dam, lëdo pak. Si në bas lodhës kime po të shpërblimin. Ku e ka që pe Ameri? Të Naim. Shka vendin të Naim, bëjë një jetë nga thonë, edhe hajte. Në thonë, këto është argumenti në ibadet. Qysh lodhësh, e ki edhe adhurimin. Lodhësh shumë, ki shpërblim shumë. Lodhësh pak, ki shpërblim pak. Argumenti tjetër është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. Bashiril mashaa'in fi dhulami ila masajidi bin nuri tam yawm al-qiyamah. Profeti sallallahu alaihi wasallam përgëzoi ata që hecin në errësirën e natës për me shku në xhami, do të jetë për ta një dritë e plot në ditën e gjykimit. Këtu hadithi kuptohet. Me ec njëri natën tërë, a nuk është vështirësi? A nuk është prit, a nuk është lodhje, dhe më thonë qysh lodhë, qysh mundu është për ibadet, që ashtë të kime pat
edhe shpërblimin me lejen e Allahut. Sa ndeshtat ju vëllezër, mja dit vlerën e adhurimeve dhe kjo është si prezantim el yaqinu wa husni dhanni billahi azza wa jall. Bindja dhe mendimi i mirë për Allah. Sa që të bani ibadet, adhurim, lexon Kur'an, fal namazin, apo dhikr, gjithmonë ki bindje dhe mendon për Zotin ton mirë. Pse? Thot Allah azza wa jall, kjo është hadithi kudsi, thot Allah azza wa jall, ana inda dhanni abdi bi. Unë jam me mendimin e robit tem. Idha dhananta al-khair wa rajawta ma inda Allah fa inna laka dhalik. E me qofë se ti mendon për hajr dhe shpreson tek Allah azza wa jall, qysh mendon dhe shpreson, ashtu Zoti ka me qenë me ty dhe ka me ta dhënë. Mirë, që tash kam një apel për me kuptu këtë hadith. Shembull, njeriu aton po du me shku në xhami natë, yatsi, ato zot. Unë po deri të menu, çash mirë, haj. Po zot, unë po du me shku me fal yatsi. O Allah, thuj, bama betuj qatë namazën e yatsis teme, thuj, kodër e hudi shpërblet. Unë e kam që bindje dhe që shtot me ndaj. Wallah beton në Allah. Me qofë se qëtë mendim e ki për Zotin ta, qashtot Zotin peshore ka me ta qitë namazën e yatsis. Allah. Kjo është që mi dhonë në nësi kujna adhurimeve. Edhe kjo është prezentim para adhurimeve që mi a dit vlerën adhurimeve. E teta ju vëllezër. Qabla al-ibada tadhakkar anna Allah yuraka. Para ibadetit. Për mi a dit vlerën adhurimeve, prezentim të adhurimeve. E teta është kja. Para adhurimit, menda Allah është duke të pa. Mendo robi Allah. Po shkaj ty me xheles, me mësu fejën e Allah. Allah ka mund pa. Po lexoj Kur'an, po bisedoj me Zotin tem. Zoti ka mund pa. Po shkaj me fal namazin, pse Allah ka mund pa mu, edhe pse unë nuk e shoh ata që janë ajetet për hadithet, edhe ajet kuranor. Fat Allahu, alam ya'lam bi anna Allah yara, a nuk e din ti që Zoti në vërtetë është duke të pa? Subhanallah. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam en ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Fat me adhuru Allahun su kur je duke pa ata, fe lam takun tarahu fa innahu yarak. Edhe pse ti nuk e shën në vërtet ai ty të sheh. Kjo i jep vlerë adhurimeve. Ky është prezantimi që më ia dit vlerën adhurimeve. Çdo adhurim që e bën, thuaj Allah është duke më pa, edhe pse unë nuk e shoh ata. E nanta e fundit e vëllezër, kush e run islamin, men yahfadhu au men yuhsin islamuhu bil ibadat daiman yuzadu fi ajrihi. Kush e run islamin e tij me adhurime të shumta. Çu shrut islami? Me adhurime. Nëse na jemi musliman, dojna me ru islamin, me shka ruhet? Adhurime, ruhet islamin. Apo kush dëm me përmisu islamin e ti, qysh përmisohet islami? Me adhurime. Ashtu qysh është ai me islamin, nëse qofse e ruan shumë islamin, e përmisan shumë islamin, ban shumë adhurime, ati do t'i shtohet edhe ma shumë shpërbimi. Subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjon sa shtohet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahsana ahadukum islamahu fi kulli, kush do që për juve e përmisan islamin e ti, por çdo vepër fe kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi 10 amthaliha ila 700 ضعف. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e përmisan islamin e tij, Allah çu shtanon, çu përmisohet islami, çu shtruhet me vepra vazhdueshëm, gjithmonë bën vepra të mira. Por çdo vepër ai që e bën, ju shënohet atij një vepër me 10. Ti një e bën 10 shtunë. Pastaj po thot pejgamberi, derisa atij ju shtohen edhe më shumë 700 ضعف, deri 700 fish. Një me 700 fish. Allahu Akbar. Kjo është ju vëllezër vlera e adhurimeve
Por mja dit vlerën e adhurimeve, vetëm një e kemi cek, e këtë këta që i cekëm një, him tëtër. Nën lloj da më thonë se qysh mja dit vlerën, e këta janë prezentimeve para adhurimeve. Dhe fundit e cekëm, që ai cili e përmirëson Islamin e tij, e ruan Islamin e tij, qysh ruhet Islami, qysh përmirësohet me vepra të mira. Një vepër te e ki bo 700 fish të shtorta aja. Allah. Dhe kjo është një ditë vlerën adhurimeve dhe vëllezër. E lusmi Allahun azza wa jall që gjithë këto fjalë që i thamë na janë kuptueshëm për juve, janë për juve bazë. E lusmi Allahun azza wa jall këto fjalë që i thash, mas pari bëjnë dobi në veten tënde, pastaj edhe tek ju. Allahu shpëlim të mirë për ndëgjimin. E Allah azza wa jall ashtu khajrin dhe të mirat, e Zoti na bashkof gjithmonë me xhliset dhe reqaqshme, edhe këtë botë, edhe botën tjetër xhenetit e Zotit. Ja Rabbi, Allah shpëlim të mirë për ndëgjimin.